me zotin Krasniqi? Normalisht arsyet po e dini ju e pa që zoti Krasniqi doli prej këtujt, pat një intervistë shkurt, Çfarë cilësie? ku i dha disa sqarime rreth rastit për cilin tani opinioni është i njoftuar, rasti penal i cili është duke u hequr në Mitrovica. Me çfarë cilësie është marrë? Cilësi dyshorit, normalisht po. Për momentin, jënë vonë ato sqarime, nuk ka vendim gjykatës. Asa nena, por me gjatë është tjetër me dhënë disa sqarime. A ka vendim që ky është i dyshum? Jo, nuk ka. Cilat janë ato veprimet inkriminuese që dyshohet Absolut se... veprimet na jemi mësue, edhe jo ma jemi bo me këto gjana për çdo ditë u bo mote në bazë dëshmive, dëshmitarëve të mbrojtur, dëshmitari A, dëshmitari B, edhe as nuk mundem me identifikuar zotin Krasniqi si person që ka qenë aty, as nuk e bojnë përshkrimin e tij ashtu si zotin Krasniqi, po për ato arsye me qenë të përmenen i hajde tash të marrë. Çfarë veprimi dyshohet se ka? Kështu që tjera detale është dhunë, Nuk, për tjera detale ma vonë shohëm, është një tash disa sqarime për cilat për momentin nuk ka nevojë. Ka disa informacione që